Flasim për libra, për sugjerime të bukura, për të lexuar poshtë çadrës, për të lexuar në ditën në kohën e pushimit, për të frymëzuar. Janë këto libra që i sjell në fakt edhe Vera për të u çlodhur, në fakt dhe për të mos u angazhuar aq shumë në thelbe dhe në detaje, por për t'u kënaqur. Na vjen nga Pegi një histori shumë e bukur. Është një histori për dashurinë, një histori për humbjen. Tokë e thyer. Në fakt, nga vetë historia që përmban ky libër brenda, kuptojmë shumë. Dhe pyetja me cilën nis ose që përshkruhet në kopertinën pas librit është pyetja e madhe që mund t'ia bëni kujdo, mund t'ia bëni vetes, mund t'ia bëni dikujt tjetër, a mund të harohet dashuria e parë, kur zemra nuk ka rreshtur kurrë së kujtuari. Një verë, një dashuri e ndaluar, një e fshehtë që ndryshoi gjithçka. Për të folur për këtë histori të bukur, që ndoshta mund të quhet një histori paksa shekspiriane, por ndoshta deri nga fundi, se si e përfundon Claire Leslie Hall, çfarë ka zgjedhur ajo, bëhet fjalë për ngjarje të cilat zhvillohen në vitin 1958. Do doja të pyesja tani përkthyesin me një përkthim dinjitos nga Stefan Paloka, botimet Pegi sjellin Tokë e thyer. Ju falenderoj shumë që jeni në studio, Stefan. Urime, përgëzime, keni bërë një përkthim dinjitoz, me thënë drejtën, më pëlqeu shumë. Harrofshëm. Interesant se jeni personi i parë që deklaroni që e keni lexuar librin dhe më bëhet qefi shumë, me thënë drejtën se. Më tërhoqi, në fakt nuk më tërhoqi shumë kopertina se sa historia. Më tërhoqi më shumë historia se sa titulli. Do të thënë është një nga të paktat raste që unë nisem duke lexuar më shumë për përmbajtjen, për çfarë historie bën fjalë, se sa nga titulli, se më duk sikur kishte një mos përputhje të titullit Tokë e thyer me historinë e dashurisë. Ma shpjego pa pse autoria. E bukur kjo pyetje që bën tash ti në lidhje me këtë mosperputhje. Shiko, faktikisht në origjinal libri është titullohet The Broken Country. Mirë fillin e dim që britanikët veçanërisht, po edhe në përgjithësi anglosaksonët luajnë shumë me ekuivokun, sidomos në tituj. Po. Sepse duan të bëjnë tituj sa më intrigues, sa më tërheqës, sa më ftues, si më thënë, sa më ndjellës për lexuesin dhe të themi kështu që The Broken Country mund ta marrësh në dy kuptime, edhe si në kuptimin e një fshatje të falimentuar, sepse në fakt po ta shikosh librin, nga një herë të merr frika, duket edhe si një lloj si një ambient edhe dinamika distopike, pavarësisht se në fund gjithçka përfundon në një mënyrë të tillë që sinjalizon triumfin e jetës dhe të rikthimit të madh, e kupton, të njeriu. Po që dua të them një nga kuptimet. Kuptimi tjetër është pastaj edhe ai që ka të bëjë me faktin për shembull që po flasim këtu për një tokë, pra ngjarja zhvillohet në Dorsetin në Dorset në Angli, pra, në pjesën më rurale, më bujqësore dhe blegtorale të Anglisë, në një zonë me një natyrë shumë të bukur. Dhe nis me fermerin me një ngjarje. Eksakt, po ti besoj që duke qenë se ke lexuar librin, domethënë e di se sa shpesh ndalohet autoria duke, do themi kështu, për të përshkruar, për të pikturuar me ngjyra goxha të ndezura, domethënë peizazhin natyror edhe social, domethënë ku marrin ku shtjellohen ngjarjet e librit. Dhe është dhe kjo ndjesia që kur ti e lexon historinë, kur ti lexon përshkrimin e këtij peizazhi, ti në të njëjtën kohë dhe përfytyron atë skenë, atë ambient. Eksakt, është shumë e gjallë e gjitha, shumë e gjallë. Është shumë besnike ndaj një realiteti të mundshëm. Po, le të tregojmë pak linjën e... Po, shiko, linja është e tillë, do thonë, kemi në qendër të romanit një vajzë, historia nis në adoleshencën e gocës, pra kur vajza i afrohet përfundimit të shkollës së mesme, dhe është një vajzë me shumë ëndra, me kokën në re, si çdo vajzë e moshës së saj. Një vajzë, domethënë që quhet Beti dhe që pret shumë. Ka pritshmëri të mëdha nga jeta, ashtu, që ka filluar të lexon domethënë poezi kryesisht, poezi të shekullit 19, ato poezit romantike të asaj kohe, domethënë aq të ndjera dhe aq të bukura. Dhe që në një nga këto, domethënë shëtitjet e saj për të gjetur një vend të mirë për të lexuar, takon Gabrielin, një djalë që vjen nga një familje e pasur, me qira fjala Beti vjen nga një familje
modeste, një familje do të thonë me prindër mësues, për kundrazi, Gabrieli vjen nga një familje e pasur, e ngritur, me një status më të lartë, ishte dashuria e parë e Betit. Dhe është dashuria e parë e Betit, po intriga qëndron te fakti se pak përpara se sa takonte, më falni, pak pasi takon këtë Gabrielin, Beti përballet me një gjatë domethënë shumë të dhimbshme, sepse djali që ajo ka pritur prej kohës që ti flasi, më në fund vendos ti flasi. Po në kohën që djali që ajo ka pritur ti flasi, vendos ti flasi që është Frenku. Ashtu? Kjo ishte dashuruar me... Tashmë ajo kishte caktuar takimin e radhës me Gabrielin pas takimit të parë që kishte pas me të. Dhe kështu që është detyruar ta refuzoj Frenkun, pavarësisht se e refuzon shumë ëmbël, sepse në fakt jo se nuk i pëlqente Frenku. Jo pa dhimbje e refuzon Frenkun. Pastaj ngjahet rregullisen në atë mënyrë që domethënë kemi përfundime, domethënë kthesa shumë të çuditshme, shumë të papritura, edhe kthime prapë të çuditshme dhe të papritura, edhe me pasoja të rënda. Shumë të rënda, me thënë drejtën. Plus që ndër të tjera në mes ka edhe një humbje të madhe prapë Beti. Gjithçka është shiko, brenda në këtë libër, për mua në këtë libër ka brenda thriller, ka brenda suspense, ka brenda patjetër fiction, sepse fiction është kryesore, domethënë që po flasim për diçka për një trillim artistik, po ka suspense, ka thriller, ka absolutisht ka romans, sa duash, edhe romans të bukur. Është një miks ndjesish dhe emocionesh dhe ngjarjes, të cilat dalin papritur. Ka shumë çka, vërtet ka shumë çka. Edhe e bukur është se domethënë ajo mënyra se si është kompozuar, kompozicioni domethënë i veprës është shumë i bukur sepse gjërat zhvillohen nëpërmjet digresionesh, edhe nuk është as pak e lodhshme, besoj për lexuesin, nuk e di se do të duk ty kur e ke lexuar. Të mban të angazhuar, dhe kjo më pëlqeu që ti je shumë kurioz të kuptosh se si ka zgjidhur autorja linjën e jetës dhe të dashurisë, për shembull mes Betit edhe Frenkut. Ndoshta mund të shpjegojmë dhe ta çojmë deri pak më tutje historinë. Çfarë ndodh me Betin dhe Frenkun më pas? Po, shiko, Beti dhe Frenku, sepse dashje pa dashje Gabrieli rishfaqet. Po rishfaqet në një periudhë më vonshme. Të më vonshme, pas shumë vitesh, më falë sepse ndoshta duhet ta themi faktin që Frenku, sepse dashuria e Betit përfundon në harkun e 3 muajve. Më mirë me thënë 1 muaj, po 3 po e themi, po llogarisim 3 muaj, duke pas parasysh edhe 2 muaj të vjeshtës. Po. Dhe në këtë moment shfaqet Frenku, i cili tashmë duke ditur që Gabrieli është larguar, mendon se ka ardhur shansi për t'u rikthyer projektit të tij të vjetër për të bërë me Betin, për të vazhduar lidhjen e dashurisë. Më mirë thënë për të nisur, sepse nuk mund të flasim lidhja deri aty ishte platonike, po për ta konkretizuar. Dhe Beti, duke e parë vetëm në një situatë goxha delikate, domethënë, po edhe duke pas parasysh se nuk është se nuk i pëlqente Frenku, Beti vendos t'i thotë po Frenkut. Në harkun e 10 vjetëve Gabrieli nuk shfaqet, pas 10 vjetësh Gabrieli shfaqet dhe shfaqet me ato pasoja. Me tensione të mëdha. Me tensione të mëdha dhe pasoja të mëdha, po ndërkohë e gjen Betin edhe me humbje të mëdha. Kur kthehet. Dhe janë pikërisht këto humbje ndoshta që krijojnë atë që rilidhin Betin me Cila shumë më e madhe që e bëri Betin të shkojë tek dashuria e parë ose tensione, xhelozi. Humbja e madhe është humbja e djalit. Beti humbet djalin. Po është e gjitha për të lexuar pastaj se si ndodhet gjitha, janë rrethana shumë të çuditshme, shumë intriguese dhe shumë origjinale, të themi kështu që të shkon në mendja se si ndodhet gjitha. Tani pas 10 vitesh i bie që Beti është detyruar në një farë mënyre që të bëjë një zgjedhje midis gruas që ka qenë dikur para 10 vitesh dhe gruas që është tani. Pas humbjes të djalit. Lidhja e Betit me Frenkun po përjeton një krizë, domethënë, edhe pse jo të shprehur, edhe pse ata përpiqen ta mbajnë lidhjen, përpiqen ta mbajnë gjallë. Prapse duket se ka një krizë në lidhje, e megjithatë Beti jo se e kupton sepse Beti në një moment saktuar edhe largohet nga shtëpia, shkon te prindrit, e kupton apo jo, dhe kjo është një moment që pastaj ajo prapë rikthehet sepse nuk rri dot pa ambientin në cilin ka kaluar 10 vjet të saj. Dhe e gjitha kjo domethënë ky, po themi, hendek, ky boshllëk që krijohet në jetën e saj, ndoshta plotësohet pak a shumë pastaj me ndërhyrjen, domethënë providenciale,
si për mirë, si për jo për fort për mirë, domethënë të Gabrielit. I cili shfaqet në mënyrë krejt në mënyrë të rastësishme në jetën e saj, vetëm 10 vite më pas, dhe të gjithë ai nuk pret ta gjej Betin aty, dhe as Beti nuk mendon që do ta shohim Gabrielin aty, sepse ndërkohë, domethënë gjatë këtyre 10 viteve Gabrieli është bërë i famshëm. Është bërë i famshëm dhe as që mendon më se mund të, pra e konsideron Gabrielin si të paarritshëm tashmë, si të paprekshëm. Po. Por ndërkohë, si ishte ashtu, si që mendon të Beti? Ndërkohë nuk ishte ashtu as për atë dhe as për Gabrielin. Shiko, ndoshta për pjesën se si ka vendosur autorja të japi fundin e lumtur, të hidhur, apo jo të sipas imagjinatës gjithkujt, mbase do t'ja lëm lexuesit, por ne mund të themi diçka, mund të themi që nëse kjo histori, edhe pse është histori e 1950-s, 58-s për shembull, a do të ishte një histori që mund të ndodhte edhe në një realitet të sotëm, në realitetin shqiptar, pra mund të ketë histori të ngjashme të këtij lloji? Me gjithë dinamikat edhe gjërat që kjo është e bukur e këtyre lloj libra. Pse këta libra, si më thon, krijojnë rezonanca të tilla tek lexuesi? Sepse librat të tillë janë libra që i flasin çdo kohë dhe çdo kulture. Ky është një nga ato libra realisht. Pra ti dëgjon, domethënë lexon këtë histori angleze dhe domethënë ti absolutisht rrëmbehesh aq shumë nga kjo histori saqë e mendon si diçka shumë të mundshme edhe shqiptare. Po, nëse ty do të ndodhte diçka në jetën tënde dhe do të shfaqesh dashuria e parë, se të gjithë kanë provuar dashuri, po jo ato të adoleshencës, po një dashuri të parë. Dhe a do të riktheheshin, a do të ekzistonte rikthimi tek dashuria e parë, a mund të harrohet, sikundër pyet edhe vetë autorja, kur zemra nuk ka rreshtur kur së kujtuarit. Kushdo mund ta pyesi vete, mund të pyesi dikë që ka në krah. Prandaj është shumë i thjeshtë për ta hapur dhe perceptuar mesazhin e veprës. Un kam një të themi kështu, po them një lloj ideje timen për dashuritë. Përgjithsisht kam përshtypjen se gratë rikthehen shumë më lehtë, domethënë tek dashuritë e shkuara, e di pse? Sepse gratë i lidhin gjërat me edhe me ndjesi, jo edhe me ndjesi të caktuara, ndoshta edhe fiziologjike. Për shembull, i lidhin me një aromë, me një ngjyrë, me një sken, e kupton? Edhe kjo gjë domethënë e fut sërish në atë rrjedhën, po themi, ka dhe një farë projë ndërgjegje në këtë libër, po ta shikosh mirë. Ka një lloj rrjedhë ndërgjegje brenda në libër. Pyetjet që i shtron vetë Beti vetes së saj, cilat janë? Shiko, Beti gjithmonë e ka këtë pjesën, domethënë që natyrisht janë pyetjet, duke filluar nga pyetjet më njerëzore të mundshme, si për shembull, a duhet që unë, domethënë, të rrezikoj familjen për dashurinë, për një rikthim të një dashurie të parë? Të dashurie e parë? Patjetër që është shumë e rëndësishme. Pastaj nga ana tjetër Beti thotë edhe bën edhe pyetjet të cilat nuk janë fort tipike, janë pyetje pak si atipike. Për shembull, a ja vlen që edhe nëse nuk është tamam e formuluar kështu në libër, pra a do duhet që... Po e lë lexuesit të nuk kuptoj. Okej, a do duhet që unë për hir të kësaj familje të mos, domethënë, provoj edhe të rrezikoj dhe të shijoj edhe pak nga dashuria ime e parë e vjetër? Edhe të gjitha këto pastaj, normal se gjëra të tilla kanë një çmim dhe besoj se autorja këtë porosi e jep, domethënë që nëse ti vendos në një mënyrë të caktuar, nëse ti vendos të jepësh një sjellje mbasi edhe riskioze, të rrezikshme, automatikisht do përballesh edhe me pasoja, domethënë, të cilat janë çmimi që do paguash për këtë sjellje që ti vendos të. Fundi është krejt i papritur, kështu që ky mister i realizuar mjeshtërisht do t'ju mbaj frymën pezull deri në faqen e fundit, sepse sigurisht për ta mos seshuar kuriozitetin e lexuesit, ne do t'ja lëmë atyre në dorë, sepse libri tashmë është kudo. Është botim i fundit i Pegit, në qershor është botuar, ndërkohë është përzgjedhur se si bestseller i New York Times, apo jo? Eksakt. Edhe autorja është mjaft e njohur. Më thuaj pak, sa i vështirë ka qenë për ty për ta përkthyer këtë libër? Sa pyetje e bukur, s'ma ka bën njëri akoma. E vështirë ka qenë, e di pse. Shiko, unë prej vitesh merrem me anglisht e biznesi, e kupton, për këtë anglisht e biznesi dhe punoj në një ambient multinacional, punoj për Caritasin shqiptar dhe natyrisht punoj në projekte nga më të ndryshme, projekte qoftë rajonale, qoftë edhe europiane, projekte të financuara edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga, si më thonë, me standardet maksimale praktikisht. Kam edhe koordinuar projekte të tilla. Në ambjente multikulturale, multilingvistike. Dhe më beson mua kur të them që domethënë është përkthimi i
të themi, një anglisht biznes është loj kalamajsh krahasim me përkthimin e një teksti letrar. Sepse teksti letrar ka praktikisht është një linguazh totalisht tjetër. Është një linguazh në të cilin ti teksa përkthen, do të duhej që të mos humbiste asgjë nga ajo që autorja shpreh, e nga ana tjetër atë që do të transmetoje në mënyrën sa më të natyrshme, sa më shqip. Dhe unë frikën tmerrin më të madh, jo frikë tmerr, terrorin tim, e di cilin kam pas, që unë po përkthej nga anglishtën në shqip në kopjen e fjalëve, po a do ta përkthej veprën nga anglishtën në shqip. Dhe me thënë drejtën kur e kam parë atë që kam nxjerrë nga duart e mia, jam emocionuar, të them drejt, jam prek nga vetvete sepse kam kuptuar që kisha punuar shumë më mirë se sa mendoja. Edhe pse unë ka qenë ëndra ime ka hershme të përkthej letërsi, besoj se si provë parë nuk është ka përcyer keq. Absolutisht. Duke lënë më janë modestin, po themi. Jo për ta bërë shefin, po prandaj e nisa edhe vetë përshkrimin që i bëra librit, përkthimi ishte dinjitos edhe të jepte atë ndjesinë dhe emocionin që vetë autorja ka dashur të përcjellë dhe është një punë e arritur me sukses. Edhe në fakt të them edhe Nuk është romani i parë që po përkthem, ke në duar diçka tjetër? Kam diçka tjetër, po më lejohet mos e zbuloj edhe për shkak edhe të detyrimeve kontraktuale që kam, domethënë që nuk do të duaj të bëja gjatë ditur, edhe besoj se duhet me respektu. Ajo që duhet të thonë është një gjë. Mua më pëlqen shumë për këtë letërsi me autore femra, di pse? Sepse nuk e di pse kam një përshtypje timen që mjafton të lexoj gjysmë faqe ose një faqe nga një libër dhe unë ta kuptoj nëse ka shkruar një mashkull apo një burr apo një grua. Si arrin ta kuptosh? Nuk e di, më duket sikur gratë kanë ne vërtet jemi i përkasim të njëjtës specie, po në këtë domethënë jeni një mënyrë tjetër e ekzistencës së species tonë, edhe këtë mënyrë tjetër të ekzistencës tuaj ju e shprehni edhe përmes mënyrës se si i transmetoni ndjesitë dhe çfarë ndjesish provoni. Është një mënyrë ndryshe e të ndjerit e femrës krahasimisht me mënyrën se si ndjen mashkulli dhe se si e shpreh mashkulli ndjesitë e tij. Se si e transmeton mashkulli botën e vet emocionale, emocionet e vetat. E kuptoj. Stefan, do doja një mesazh të fundit për ta përmbyllur bisedën tonë, për këdo që ndoshta mund të ketë problemin tuaj, që nuk e quaj problem përderisa ju jeni aktiv dhe punoni dhe keni potencialin tuaj në fushat që mbuloni, po dikë që është duke na ndjekur. Po, faleminderit shumë që ma jep këtë mundësi. Se mund të mos e jepe po të doje. Mesazhi im është ky. Mos u ambyllni dyert njerëzve duke gjykuar nga pamja e jashtme. Sepse jo vetëm që do të bëni dëm atyre, po do të dëmtoni edhe shoqërinë në përgjithësi e cila do të mbetet pa kontributet e këtyre njerëzve, sepse këta njerëz pastaj do të bëheshin, siç ka thënë Migjeni, djepi dhe njëkohësisht varri i potencialeve veta dhe nuk do të duhet ishte kështu. Faleminderit shumë, Stefan, turoj shumë suksese në punën tuaj dhe vazhdo të na përkthesh romane të bukura. Lexojmë me shumë vëmendje. Faleminderit. Tokë thyer në çdo librari nga shtëpia botuese Pegi. Ne do t'ju përshëndesim dhe do t'ju presim nesër në puntatën e radhës të Reze Dielli. Kalofshi bukur, mirupafshim.